Fshati Luzati i bashkisë Tepelen, një nga fshatrat më të vjetër të zonës, edhe pse gjatë luftës është djegur 2 herë, ka mbijetuar me dinjitet. Sot ofron një pamje piktoreske, natyrë të paprekur dhe një frym që lidhet ngushtë me bujqësinë dhe blegtorinë. Banorët janë mikpritës dhe punëtor. Dikur fshati numëronte rreth 400 banor, ndërsa sot janë rreth 80 shtëpi të banuara. Një fshat i vjetër. Më përpara ka qenë ndërtuar këtu në këtë rrezën e malit, deri aty teja, nga ajo që s'kishe ujë, edhe kishte shumë gjallë për u detyruan edhe ikën, u shpërngullën këteva, u mbështetën lartë. Ka pritur në kurisë të tija 2 luftrat, në të 2 luftrat është djegur. Janë vrarë shumë njerëz, dëshmorët si që janë atje, janë marrë tërkohën me blegtori dhe punëtori. Krau, ashtu mund të ketë? Sot duhet jenë 400, kanë qenë 400 banor, 80 shtëpi janë, se janë emigruar. Ne këtu merremi thjesht me blegtori, me bujqësi, me punët tona. Jemi shumë të kënaqur. Shtëpi Luzati ka plot, po gjithë janë aty, po më të shumtit po janë. Neve mosha 3 për shumë jemi të gjithë aty. Ja, me koshtra, me lop, me pula, me barëra, me prashitje, me vaditje, me mbjellje. Ne shquemi për blegtor më shumë. Ja të 2 djemtë e mi ka në një kope me dhi, na 200 kokë mos më shumë. Luzati është kthyer në një destinacion të preferuar edhe për turistët, falë resurseve të pasura natyrore që ofron zona. Ajri i pastër, qetësia, relievi i bukur dhe jeta tradicionale po e kthejnë këtë fshat në një pikë të re agroturizmi. Turistat i mirëprit, ka qenë fshat mirëprit tërkohën, si i thaj buke kripe zëmër të bardhë. Sot e kësaj dite kush të vijë, dyerti janë të hapura në Luzat, jo tek neve, po në gjithë fshatin. Natyra këtu është shumë e bukur, po të futesh në atë grykën lartë ka ujvara, kalojnë vene, frekuentojnë në vendin atje ku del ujë, se del ujë, një 3 kilometra larkë, vene frekuentojnë, kalojnë ditën, bile vjetë një 7-8 makina fjetën këtu. Ka turist që vinë, fshati është i bukur, çdo gjë këtu, ajri të gjitha janë, ke një ajër të shkëlqyer. Natyrën, malet, lulet, bli, rigon, çajna, të gjitha ka. Vinë turist këtu? Plot vinë të këqenëna, vinë se është lartë, gryke arave që i themi, e grope Greqisë që është pika më e ashtu për turistët, harrisin që atje. Ka familje që kanë shtëpi të fëmijëve, të kush do. Banorët po e shohin këtë formë zhvillimi një mundësi për të zhvilluar ekonominë, duke hapur edhe dyert për vizitorët për një të ardhme më të qëndrueshme.